Maska me sot buke që zhduk rrullat për një ditë, ja receta si ta përgatisni. Produktet e kozmetikës që blem çdo ditë në pastrimin e fytyrës janë efektive, por në planin afatgjat ato mund të lënë kimikate të mëdha në shëndetin e lëkurës dhe mund të rrezikojnë gjithashtu edhe shëndetin e saj. Përdorimi i përbërësve të thjeshtë natyral, të cilët mund t'i bëni vetë në kushte shtëpie, mund t'i japin gjithashtu rezultate fantastike në shëndetin e lëkurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një shembull i thjeshtë dhe i lehtë i ripërdorshëm është një kombinim i sodës së bukës me kokosin, produkte që kanë veti të dobishme për shëndetin e lëkurës dhe lehtësimin gjithashtu të problematikave të tyre. Ju duhen për këtë përzierje 2 lugë bikarbonat me 2 lugë vaj kokosi, për të përfituar kështu një masë homogjene të cilën më pas duhet ta përhapni mirë në të gjithë lëkurën dhe ta aplikoni me lëvizje rrethore. Më pas disa minutash ju mund ta shplani atë edhe me ujë të ftohtë pa nevojën e sapunit. Përsëriteni këtë maskë për të paktën 3 herë në javë dhe do të jeni në gjendje ta hidratoni më mirë shëndetin tuaj të lëkurës, të përmirësoni duken e saj dhe të lehtësoni gjithashtu edhe acarimet të ndryshme. Kjo përbërje mund t'japë rezultate fantastike në dukjen e lëkurës suaj edhe evitimin e komplikacioneve të saj. Për t'i hequr meritën produkteve të kozmetikës që merrni në parfumeri, të cilat lënë kimikate, ju mund të realizoni produkte natyrale në kushte shtëpie për ta mbajtur lëkurën tuaj më të pastër, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Këto produkte, të cilat i krijoni vetë në kushte shtëpie, mund t'ju bëjnë që të keni një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe më pak komplikacione të saj. Për këtë ju duhet kosi, i cili mund të kombinohet në mënyra të ndryshme, dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike. Vetëm kos të bërë në mënyrë natyrale në kushte shtëpie, pasi produktet e tjera nuk do t'i japin të njëjtat rezultate. Kombinimi i kosit me kivi mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për dukjen tuaj të lëkurës dhe lehtësimin e acarimeve. Kivi është një frut vërtet i çmuar, sepse ai përmban substanca ushqyese që e bëjnë lëkurën tuaj të shkëlqejë. I pasur gjithashtu edhe me produkte të mira ushqyese, ai mund të ndikojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës, duke e bërë atë të duket më të shëndetshme dhe duhet evitoni komplikacionet e saj. Përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Merrni tulin e kivit e shtypni mirë me një piru, më pas shtoni kosin dhe i përzieni së bashku, derisa të merrni masën e një trajshme. Pasi keni larë fytyrën, aplikoni maskën e realizuar në fytyrë për gjysmore dhe më pas e shplani. Këshillohet që kjo maskë ta aplikohet të paktën një herë në javë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike në dukjen e shëndetshme të lëkurës suaj. Kombinimi i kosit me mjaltë gjithashtu mund të ndihmojë të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Maska me kos dhe mjalt është një agent anti-rrull që mund t'japë përfitime më të mira në dukjen e shëndetshme të lëkurës dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet të saj. Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie do ju bëjë që lëkura e fytyrës të jetë më e bukur, më e shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e tyre. Mjafton të përzieni një lugë gjedhekos me një lugë kafeje mjalt. E thjesht këtë maskë ta përgatisni me një efekt të menjëhershëm për t'i rikthyer kështu lëkurës edhe shkëlqimin e munguar. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslëndse në dukjen e lëkurës suaj. Kombinimi i kosit me arrën e kokosit mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për dukjen e lëkurës. Një maskë me gjysmë tasi kos, një lugë gjedhe mjedh kokosi dhe një lugë gjedhe mjedh qiqrash do t'japë efekte mjaft të mira për shëndetin e lëkurës mikse, sepse efekti skrap i kësaj recete do ju bëjë që ta keni atë më të mbrojtur, më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet e saj. E mbani në fytyrë këtë maskë për jo më shumë se 10 minuta dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbreslëndse në dukjen e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët citojnë se këto produkte natyrale në kushte shtëpie do ju bëjnë që të keni një lëkurë më të bukur. Kombinoni kosin edhe me kastravec. Është e këshillueshme edhe për lëkurën e skuqur dhe të thatë.
Kjo maskë gjithashtu është e mirë për të gjitha llojet e lëkurës dhe rezultatet që do t'i jap do t'jenë vërtet fantastike në dukjen e shëndetshme të lëkurës suaj. Kastraveci gjithashtu është i njohur për aftësinë e tij hidratuese dhe qetësuese. Në bashkëpunim me kosin, mund të ofrojë edhe të mirat e fuqishme për shëndetin tuaj të lëkurës. Edhe në këtë rast nuk nevojiten shumë përgatitje të maskave. Është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Kohën e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës që mund të shkojë nga 10 minuta deri në gjysmë ore, dhe efektet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse për dukjen e shëndetshme të lëkurës dhe largimin e papastërtive të saj. Kosi, në kombinim gjithashtu edhe me limonin, mund t'jap një shëndet më të mirë të lëkurës dhe të lehtësojë komplikacionet e saj. Për kë ka lëkurë mikse dhe të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. Shtytni gjysmë ose një limon dhe miksojeni atë bashkë me kosin. Aplikoni maskën në fytyrë me lëvizje rrethore në mënyrë që të lejojë edhe më mirë qarkullimin e gjakut në lëkurë. Sa më e ndyrshme të jetë lëkura juaj, aq më shumë gjatë duhet të qëndrojë edhe kjo maskë në lëkurë që të veprojë si duhet. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse për dukjen e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Lëkura e fytyrës, duke qenë se është 24 orë në aktivitetet e ekspozuar ndaj agjentëve të jashtëm, kërkon gjithashtu edhe një kujdes më të veçantë nga ana juaj. Nuk mjafton vetëm ta pastroni dhe ta hidratoni atë, por rutina e kujdesit përfshin gjithashtu eksofilimin, masazhimin dhe maskat. Nuk është nevoja të merrni trajtime speciale në qendra estetike, por në kushte shtëpie mund të ndihmoni që të keni një lëkurë më të bukur, më të shëndetshme dhe në bazat tuaja ditore t'i jepni asaj rezultatet e shumëpritura. Në saj të acideve yndyrore, pronat antibakteriale, proteina dhe vlerat ushqyese, këto maska do të ndihmojnë që të qëndrojë gjithmonë lëkura juaj e butë dhe e pastër. Nëse lëkura juaj është tepër e thatë, kombinoni kosin, avokadon dhe vajin e ullirit. Përzieni gjysmë gote kos, gjysmë avokado të bërë pure. Pasi të jetë formuar një masë homogjene, shtoni një lugë dhe vaj ulliri. E aplikoni në lëkurë dhe relaksoni për 15 minuta. Më pas e shplani atë edhe me ujë të bollshëm. Aplikojeni për 15 minuta dhe shplaheni me ujë të ftohtë. Nëse lëkura juaj është me puçra ose akne, kosi, banania dhe një lugë dhe shafrani ndije mund t'japë rezultate të mira për lëkurën tuaj. Kaliumi i bananës ngadalëson rritjen e bakterieve që shkaktojnë puçra. Gjithashtu edhe do ju ndihmojnë të keni një lëkurë më të shëndetshme. Përzieni përbërësit gjysmë gote, gjysmë banane dhe një lugë shafrani ndije. Aplikoni të gjithë masën homogjene të krijuar të kësaj përzierje në fytyrë për të paktën 10 minuta. Më pas e shplani atë edhe me ujë të vakët. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu lehtësuese kundër komplikacioneve të tilla. Ndaj, përdoreni atë me kujdes dhe do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës suaj. Përdorime të tilla mund t'japin një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Në qoftë se lëkura juaj është e zbehtë ose pa jetë, kombinoni kosin, limonin, mjaltin, gjithashtu edhe kanellën. Kjo përzierje do të largojë qelizat e vdekura dhe do të rrisë gjithashtu qarkullimin më të mirë të gjakut në lëkurë. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë gjithashtu më mbreslënse për shëndetin e lëkurës. Ndaj, ato mund të ndikojnë pozitivisht edhe në shëndetin tuaj. Përdorime të tilla të lëkurës mund të ndikojnë në mbrojtjen e një shëndeti më të mirë të saj, duke sjellë gjithashtu një lëkurë më të bukur edhe më të shëndetshme. Maskat me kos të aplikuara në kushte shtëpie mund të ofrojnë edhe rezultate praktike dhe të shpejta. Sado që të keni një lëkurë të bukur, duhet ta mirëmbani atë si duhet, pasi në të kundërt mund të ndikojë edhe shfaqja e problemeve të ndryshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.